Deklaratat të pritshme ndonse absolutisht papranueshme dhe brutale nga një udhëheqës fetar, por ajo që Instituti Oktopus e ka thënë në vazhdimsi, ndërlidhet me konstatimin që kisha edhe në Serbi, edhe në Rusi, ka qenë pjesë e një superstrukture politike për qëllime hegemoniste. Këtë e konfirmon edhe vizita e fundit e patriarkut të kishës serbe në Moskë dhe takimi i tij me Putinin, dhe këtë e konfirmon fakti që deklaratat e tij nuk kanë lidhje me vlerat e krishtera dhe angazhimet që nënkupton roli i tij si udhëheqës fetar, por ai atje më tepër ka shërby si një i dërguar special i Vučićit për t'i përcjell përshëndetjet e Vučićit për Putinin, për ta njoftuar Putinin që Vučić me 9 maj do t'jetë në paradën e fitores në Moskë, dhe kjo tregon gjithë aktivitetin e luftës hibride të Serbisë kundër Kosovës në nivelin diplomatik që ndërlidhet me rolin e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për ta penguar konsolidimin ndërkombëtar të Kosovës si vend antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është një prej segmenteve të strategjisë hibride të Serbisë kundër Kosovës, e cila ka për qëllim që ta portretojë Kosovën si shtet diskriminues ndaj pakicës serbe, e cila në vazhdimsi përpiqet që nëpërmjet modelit Darvo të ndroj rolin mes viktimës dhe agresorit, dhe krejt kjo strategji propagandistike e ka piknisjen ndonse që nga përfundimi i luftës në Kosovë në veçanti ndërlidhet me trazirat e marsit 2004, prej të cilave Serbia ka fillu të ndërtoj narrativën e saj për pogromin serb, kinse shqiptarët këtu dhe tashmë kohëve të fundit kemi edhe një segment 3 plotësues të kësaj strategjie për ta përfshi edhe viktimizimin e komunitetit rom në Kosovë, gjithmonë duke u përpjek që ta portretojnë Kosovën si një shtet i dështuar, si një shtet të cilin e ka pushtu NATO-ja brenda Serbisë, dhe si një shtet i cili nuk i respekton të drejtat e njeriut, krahas rolit të kishës, institucioneve të shtetit, bandave terroriste, mediat kanë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe gjithmonë nëse e kemi parasysh vlerësimin e organizatave ndërkombëtare për mediat në Serbi si media të kontrolluara nga Vučići, duhet të kuptojmë që ato janë thjesht aparat në shërbim të luftës hibride të Serbisë që kanë për qëllim të pengojnë maksimalisht të vërtetën, dhe pengimi i të vërtetës padyshim që jo vetëm përbën kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, por e pamundson paqen e qëndrueshme dhe marrëdhëniet e normalizuara ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë.